Kur kthehemi përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e dytë, do ndalemi padyshim te zhvillimet më të fundit në Kosovë, zhvillime intensive që lidhen jo vetëm me situatën politike atje, por edhe me drejtësinë. Do të lidhemi në këto momente me zotin Ismail Tashollari, analist i njohur në Kosovë, për të bërë një bisedë në lidhje me gjithë këto zhvillime, protesta e mbajtur një ditë më parë në Hag, por edhe raportet e tensionuara qartazi mes qeverisë Albin Kurtit dhe asaj që është administrata më e re amerikane e zotit Donald Trump. Zoti Tashollari, përshëndetje. Faleminderit që jeni në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Futemi menjëherë në temë. Si e ka pritur publiku në Kosovë protestën e ditën më parë në solidarizim të plot me krerët e UÇK-s? Po, do të thotë qytetaria e Kosovës nuk ka pas mundësi tjetër që të jetë pjesë e çfarëdo lloj transparencë, sepse gjykata speciale ka qenë një lloj e bunkerizuar dhe ne gjithmonë jemi munduar që të artikulojmë pakënaqësinë tonë ose pyetjet dhe dyshimet në forma të ndryshme simbolike, sepse institucionalisht nuk e kemi pas të pamundur që të bëjmë pyetje ose të kërkojmë përgjigje. Dhe këto simbolika janë simbolika që rrisin presionin dhe artikulojnë edhe pakënaqësi në forma të ndryshme si në rastin e protestës, por siç duket dhe siç e kemi thënë që nga fillimi ja ka nisë jo marr krejt puna dhe ashtu është u shku me shumë probleme. Do të thotë shqetësimet qytetare janë në pikun e vlimit në raport me gjykatën speciale dhe mënyrën se çysh po i trajtojnë rastet atje. Zoti Tashollari, në cilën fazë ndodhet procesi i gjykimit? Pra, jemi në fazën përfundimtare, po dëgjojnë dëshmitarët, pra do vonoj ende deri në dhënien e verdiktit apo jo? Nuk kemi të qartë asgjë, pasi që ajo gjykatë funksionon jo me transparencë, por sipas rrjedhës duket që jemi në fazën e fundit, sepse mbrojtja tashmë po paraqet dëshmitar, dhe siç ke edhe i fundit James Rubin, që ishte zani i shtëpisë Bar në kontekstin kohor të shpjegimit, që ka pas rol shumë të rëndësishëm dhe lidhja e tij në këtë rast me Guerilën dhe zotin Thaçi. Do të thotë shpresojmë që jemi afër fundit, sepse ky paraburgim kjo nuk përngjan diçka tjetër pos në një burgosje klasike, sepse kozgjatja mund të shpjegohet edhe si shkelje e drejtave minimale njerëzore. Çfarë rrezikojnë krerët më të lartë të UÇK-s, zoti Tashollari, nëse do shpallen fajtor gjithmonë? Nuk e di, ne kem brenga që kjo gjykatë prej fillimit ka qenë politike dhe sigur ka pas siklete tjera, ma shumë të diskurseve dhe ligjerimeve politike sepse ato juridike. Nëse do të ndodhte hipotetikisht ajo që ju pyesni, do t'i binte që të ndrohej i gjithë narracioni dhe paradigma e politikës tonë, dhe në këtë rast do të rrezikonte edhe marrëdhëniet tona me bashkinë ndërkombëtare, sepse edhe ata në vetvete nëse vinë në përfundimin e fajësisë e çvleftësojnë ose e hekin nga përligjja edhe intervenimin e NATO-s madje. Ndërkohë ka patur kritika, ka patur dhe aludime që kontrollohet edhe nga ato që janë qarqet jo shqiptare, kjo gjykatë. Ka të vërteta apo janë trillime? Jo, ka shumë të vërteta. Ajo gjykatë speciale ka pas një zyrë atje në Beograd, por jo kur në Prishtinë, që është një absurditet në vetvete, sepse futet mrena palëve të përfshira në konflikt, nëse mund të themi këtu, ku ka qenë se kishte një zyra atje te pjesa ku ka shkaktu gjenocidin, e hup validitetin e atyre provave. Madje ka pas prova të dokumentuara që prokuroria e Serbisë e ka shërby gjykatën speciale. Madje kem raste ku dëshmitar atje të prokurorisë kanë qenë pjesë të MUP-it, siç thuhet, strukturës që ka organizuar gjenocidin ndaj shqiptarëve. Ka pas një
njerëz që kanë qenë paramilitar dhe ka pas njerëz që kanë qenë të përfshin drejt për drejt, madje edhe janë lavdu me pasojat që i kanë shkaktuar në Kosovë. Sigurisht nëse e lidhim që nga fillimi, e shohim edhe bashkëpunimin e prokurorisë Serbisë me atë speciale dhe krekosjen e tyre publike, që ata janë argumenti, si me thoni, suksesit të politikës sërbe në afrimin e materialeve që i bëjnë gjykatës speciale. Paramendoni një situatë këso lloj absurditeti që bardh në vete, do të thotë e zhvleftëson viktimën, i jep të drejtë agresorit dhe përmbys gjithë tregimin etik, madje edhe të intervenimit të NATO-s. Zoti Tashollari, dalim pak nga gjykata, por mbetemi te situata politike në Kosovë. Si e keni parë qasjen që ka patur qeveria Albin Kurtit ka shi gjykatës? Ka pas shumë forma edhe mënyra perfide të mos interesit saj në raport me atje se çka po ndodh, pas parasysh krahasimin që të njëjtin rast e ka pas shteti i Kroacisë dhe si një mekanizmën i ton aktivizohet për të mbrojtë luftën e saj. Këtu te ne pak a shumë ka qenë një lloj neglizhence dhe her pas here aktorë të rëndësishëm të politikës së pushtetit janë artikuluar publikisht me konotacione pejorative në nënçmuese në atë se çka ka ndodhur atje, shpesh herë është tallë edhe mënyra edhe se si është zhvilluar ngjarja dhe janë nxjerrë prej kontekstit për përfitime elektorale. Do thotë Kosova tani ndodhet mbrana një pauze institucionale kur nuk qeveriset, por shoqëria është fut mbrana një kampanje elektorale të vazhdueshme që ka vetëm siklete elektorale. Do thotë jena në një fushat ta 7 muaj që nuk është konstituu kuvendi, nuk është bë qeveria, e kemi një situatë të pauzës kur nuk qeveriset, po propagandohet për vota dhe është po ashtu një situatë shumë absurde edhe te ne. Por rolin e qeverisë shqiptare, si e keni parë në gjithë qasjen që ka patur ndaj procesit ndaj liderëve të UÇK-s? Roli i qeverisë shqiptare ka qenë më aktiv, spaku edhe deklarativisht, spaku edhe në premisa etike të artikulimit saj, ka dhënë më shumë mbështetje, ka dhënë më shumë, nëse mund të them, paraqitje sa i përket problemit dhe artikulimit saj. Madje qeveria shqiptare ka bë hapa përpara në kuptimin e ndërkombëtarizimit të këtij absurdi aty ku ka pas hapësirë. Nëse ju kujtohen paraqitjet e ndryshme nëpër Këshillit të Evropës ose Parlamenti Evropian, ka qenë gjithmonë një përpjekje ose nga kryeministri juaj atje që ka qenë edhe një mbështetje morale e vazhdueshme në çdo hap që ka organizuar shoqëria jonë, qytetaria kosovare, në akt simbolik. Qeveria juaj spaku me performimin e kryeministrit tuaj në raport me ne ka qenë një përkrahje e vazhdueshme. Dua të ndalemi dhe pak shkurtimisht e situata politike në Kosovë, një tension i hapur, nuk është hera parë. Në fakt, deklarata të forta të ambasadës amerikane ndaj zotit Kurti, padyshim edhe pezullimi i dialogut strategjik. Po, këso lloj qërtime, nëse mund themi, kanë ardhur së nga qeveria e Shtetet Bashkuara të Amerikës, që duhet të jemi shumë serioz në mënyrën se si bashkëpunojmë me ta, se tek e fundi duhet ta nxjerrim raportin ton me Amerikën nga premisat folklorike patetike, duhet ta vendosim në rrafshin e sigurisë dhe atë ekonomik të bashkëpunimit dhe në rrafshin gjeopolitik. Këto nevoja janë përvertu në mënyrën se si përdoren elektoralisht, por edhe janë gjysmë të vërteta që ky pushtet operon me to për ta ndërtuar një realitet të shtrenjtë
E rrojmë nëse jemi serioz edhe shohim situatën bazë të fakteve dhe realitetit, garantuesi i sovranitetit të Kosovës, do të thotë garantuesi i fundëm i sovranitetit të Kosovës janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sikur ne dom të ballafaqohemi, nëse mund të themi kështu kushtimisht, me garantuesin ton të sovranitetit, duke pretenduar që ta mbrojmë sovranitetin edhe pse takatin edhe gjëpolitik, po edhe ushtarak i kem shumë të kufizum, nëse dojmë pak me patetizu ligjërimin, sepse ajo do të ishte e fundit që do të na shkonte në mendje, sepse antarësimi i NATO-s apo në Këshillin e Evropës do të avullosin sovranitetin ton. Do të thotë brengat tona në ballafaqim me Amerikën ose brengat e pushtetit në ballafaqim me Amerikën janë brenga puro ideologjike që nuk e rrokun realitetin dhe përdoren në mënyra perfide për të shtihu, për të shtis situata. Kam dhe një pyetje të fundit. Cili do të skenari më pozitiv që mund të vendosi dhe Gjykata Supreme atje? Zgjedhjet jashtëzakonshme apo i kalon partisë së dytë më të madhe që doli nga zgjedhjet? Unë mendoj që për me ikë përsëri ballafaqimeve të tregimeve të secilës palë, do duhet të shkonim drejt rikonfirmimit ose rilegjitimimit të pushtetit përmes zgjedhjeve, sepse nëse jeni të vëmendshëm dhe përcjellni atë çka flitet në Kosovë, e tërë situata spjegohet mbi kategori elektorale. Dhe kërkush nuk merret me brengat e përditshme për dëshmërinë qytetare ose artikulimin e atyne brenga për t'i dhënë alternativë. Do të thotë jemi në një kontekst të vazhdueshëm elektoral ku pushteti e udhëheq një fushat që po mundohet ta mirëmbaj pushtetin ose të shkoj drejt rikonfirmimit të një fuqie që tashmë e ka të humbur. Dhe këto sikletet të pushtetit sikur janë largu nga sikletet të qytetarëve. Hipotetikisht, nëse do ketë zgjedhje të jashtëzakonshme, kush fiton aktualisht? Çfarë thon ato që janë sondazhet e besueshme në Kosovë? Ka interpretime të ndryshme, por mendoj që humsi më i madh do të jetë pushteti aktual, sepse mënyra se qysh ka shku drejt ramjes është mënyrë e bollshme për me kallëzu grumbullimin e pakënaqësisë qytetare në raport me të, sepse tashmë e kanë marrë vesh një pjesë e madhe që jemi vetëm brenda lojrave politike, jemi brenda një tavoline të pokerit, nëse mund të themi kështu në formë alegorike, ku po luhet me fatin e qytetarëve. Këtë qytetari sado që ka pozicione të caktuara për parti politike nuk mund ta duroj, sepse edhe këtë mund ta vrej. Përvoja jon politike në kuptimin e mbijetesës së vazhdueshme të pa shtëpi na ka zhvilluar sensin që t'i dallojmë gënjeshtarët rrencat në politikë. Dhe ky pushtet nëse ka llogarit në lojën e vazhdueshme që qytetari nuk e kupton, nuk e ka marrë vesh qytetari dhe aftësinë e tij për mi vrejt dome. Mirëm në fund të kësaj interviste, zoti Tasholli, faleminderit. Kënaqësi që të kisha, të përshëndes nga Tirana. Ndërkohë me këtë intervistë kemi ardhur edhe në fund të revistës televizive për mbrëmjen e sotme. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Bashkë do takohemi përsëri nesër, si gjithmonë në orën 20.